bagti të mbarështruar, për çdo njësi prodhimi, 2 javë më parë, një fermer nga Fusharsi më dërgon një mesazh, më thotë Sali duhet të premtosh se do importosh shumë të imta dhe lop, sepse po shfarosen, edhe do a kemi shumë të vështirë t'i rikthejmë përsëri. Unë i premtoj atij se do bëjmë gjithçka që ti 2 fishojmë dhe 3 fishojmë të gjitha krerët e bagtive. Dhe se qeveria do të 5 fishoj subvencionet për fermerët e pukësve të Shqipërisë. Në qoftë se sot merrni 100 euro, do mirëni 500 euro. Si ju ka dënuar Edi Rama ju me subvencionet? A i ka dënuar gjithë fermerët e Shqipërisë, po në mënyrë të veçantë ju, duke vu kushte, se duhet kesh 10 lop, se duhet kesh kaq hektar, se duhet kesh aq hektar. Asnjë kusht për çdo krerë bagti, për çdo sipërfaqe të mbjell, për çdo fidan të mbjell, do të keni subvencion. Bim mjekësore, arrort, drut frutor, do t'jenë përparësi në nxitjen, mbjelljen, kultivimin e tyre. Pra, ne synojmë të 2 fishojmë prodhimin bujqësor në 4 vite. Por puka është puka e rezervave të mëdha industriale. Puka është rrethi minje. Bravo, atje ka vend, po. Jo, prit. Miq, po të mos kishte mercenar Dumanin, Erioni do dukej lule në krahasim me Edi Ramën. Po, ja u themun ju. Prandaj në çdo fjalim rrofte qoftë Altin Dumani vërtet. Po le t'ja lama tone ati. Ne merrim me problemet tona. Pra, me 11 maj ndahen 2 kohra, ndahen 2 epoka, ndahen 2 morale. Shikoni si ecën. Ka qeverisht 12 vjet. Nuk më ndot një projekt, një arritje të ti, sepse çdo arritje ka të nxirë me vjedhje, sepse tuneli llogaras me fakte. U vëllën 60 milion euro. Sepse rruga që në Kroaci ndërtohet me 1.6 milion euro, 27 metra e gjërë. Në Shqipëri, rruga e Arbrit 10 metra, ndërtohet me 11 milion euro. Se Unaza e Tiranës, 13 kilometra, ndahet në 14 kontrata, për të vjedh 14 herë dhe ndërtohet me 17 milion euro kilometri. Pra, për të mbuluar gjitha këto, kalon dhe kërkon ta bëj parodi fushat elektorale, mendon se duke u hedhur shashka të tilla të turpshme shqiptarëve do mund t'i mashtroj. Nuk thot asgjë. Ju përmend vetëm pasaportën europiane, të cilën ai sa arrin kurrë. Nuk shkohet në Europë me kriminal si Edi Rama, nuk shkohet në Europë me kriminal si Taulant Balla, nuk shkohet në Europë me
në Hajdute si Nubi Balluku, nuk shkohet në Europë me këta. Jo, në Europë shkohet me vendos të shtetit ligjor, me vendos të bandave paraligjit. Nuk shkohet në Europë me Safet Bajrin, nuk shkohet në Europë me Vispojen, apo me bandat e Elbasanit e tjerë. Jo, shkohet me to kur t'i vendosë kështë paraligjit dhe atje kanë vendin. Dhe u them këtu prapë të në puk, ta din, se me datë javën e parë të majtë, ata jo shpallën organizata kriminale, por shpallën grupe terroriste. Terroriste. Puka madhështore është puka një qark, një rreth me prodhimet jashtëzakonshme energjie. Kaskada është e pukës, por 3 herë më shumë se kaskada. Puka mund të prodhojë sipas studimeve shkencore shumë besueshme, 3 herë më shumë se kaskada. Puka mund të prodhojë me turbinat e erës nga shumëria Gjervat-Dejs. Dy herë më shumë se kaskada. Puka mund të prodhojë në të gjitha çatit e pukjanëve të mbuluara me panele fotovoltaike, me financim të shtetit. Pra, ne do i shtrojmë pasuri për qytetarët, të gjithë çka natyra, Zoti, i ka dhënë pukës dhe Shqipërisë. Ndaj miqtë e mi, 11 maj është dita juaj, është ora juaj. Ju bëj thirrje të shkoni tek çdo qytetar, tek çdo njohur, dhe ata që si arrini dot me telefon, me SMS në çdo mënyrë, t'ja u paraqisni këtë program. Nuk është program. Nuk është program për një parti. Nuk është program për Sali Berishën. Jo, është program për çdo shqiptar. Pavarësisht nga bindjet e tij politike, është një program për Shqipërinë. Sepse për çdo njeri, ky program garanton një mundësi më të madhe. Për pensionistin, një mundësi për një jetë më të mirë. Për fermerin, një mundësi për fermën e tij, për suksesin fermën e tij. Për rrogulltin, një mundësi për të ushqyer fëmijët e tij më mirë. Për biznesmenin, një mundësi për të fituar më shumë dhe zgjeruar dhe punësuar më shumë. Për Shqipërinë, një mundësi e madhe që bijtë dhe bijat e saj të qëndrojnë në Shqipëri, të ndërtojnë ëndrrën këtu. Për çdo të ri, për çdo të ri, ofron mundësinë e shkollimit në shkolla shumë më të mira. Hiqet mesatarja, vendoset bursa 200 euro, kredi pas mbarimit të studimeve për strehimin, pagesë sigurimeve shoqërore për çdo të ri, për punësimin e tyre, për çdo nën motër, një përpjekje e re e madhe për të rikthyer ato në pjedestalin që meritojnë. Madhështia e Shqipërisë janë nënat dhe motrat tona e gratë tona. Pukjanë të mençura dhe shqiptarë të mençura. Dëgjojeni se si shkon. Kalon nga takimin takim me një gjuhë që s'po e them se e thash disa herë, s'po e them ma, po e dini vetë ju, në të cilat përpiqet të denigroj familjen shqiptare, sepse ai mendon se duke denigruar babain, prindin, bashkëshortin, vllaun,
e gëzon nënën, motrën, bashkëshortën, nuk ka mendje më perverse se kjo. Mendje turpshme, Por ky nuk i ka të rastishme këto. Jo, ky është i ati.